Benji. Ollie and Benji. Ollie and Benji play together. Ollie and Benji forever. Ollie un cannoniere, Benji un grande portiere. Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori, e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji last forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Kapiteni Harton. Shpresoj që atje në mes të oqeanit, gjithçka të shkojë mirë dhe t'jeni mirë me shëndet. Po ju shkruaj që t'ju bëj të ditur se e përfundova kurën që më rekomandoi okulisti që tim këshillove. Sytë e mi janë më mirë, por nuk do të mundem më kurrë të luaj futboll. Dhimbja për një lajm të hidhur më është lehtësuar vetëm nga ngrohtësia që kam gjetur në familjen tuaj dhe nga dashuria që shumë djem më kanë treguar. Kam ndjer shumë gëzim duke parë se sa është përmirësuar roli në fushën e lojës. Dhe duke parë skuadrën e tij të luftojë me aq ambicie. Ata djem më kanë kthyer gëzimin dhe dëshirën për të bërë gjëra të reja. Për këtë kam vendosur të kthehem në Brazil. Faleminderit Oliver, që më dhe kurajën për t'u përballur edhe një herë me sfidat e jetës. Oli është me vonesë. E po, kampionati mbaroi, ai është shumë i lodhur, ndoshta do të çlodhet pak. Ç'kemi djema, pas keni ardhur shpejt, a? Ja ku erdha. Oli, një farë Dezi, një zonjë elegante dhe rafinuar po të pret. Ka ardhur që të flasi me ty. Mos the gjë Dezi? Ja, është ajo. Shikojni pak sa e bukur që është. Unë nuk e njoh. Shkolla Toho. Por, kjo është ajo shkolla e famshme e futbollit. E sakt. Tani mu përgjigj, do ta frekuentoje? Po flisni seriozisht? Sigurisht. Ti ke një talent të lindur, ta siguroj. Nëse stërvitesh siç duhet, mund të bësh një kampion i madh. Siç e sheh, po të ofroj shumë. Nuk e ke menduar kur se ç'do të bësh në të ardhmen? Sigurisht, futbollist profesionist. Rruga më e mirë për ta bërë këtë është shkolla Toho. Çdo njëra prej skuadrave tona fiton secila nga një ndeshje të kategorisë së parë çdo vit dhe vëzhguesit profesionistë të futbollit janë shumë të interesuar tek skuadrat tona. Shkolla Toho do të bëj maksimumin e saj për të arritur rezultate maksimale në semestrin që vjen. Të pash se si luaje në skuadrën tënde e je shumë i zoti, mund të bëhesh vërtet i kush. Por shikoni, unë nuk di ç't'ju them tani. Takova edhe Mark Lendersin. Ai nuk ka asnjë dyshim, ka vendosur ta frekuentojë shkollën tonë. Marku ka vendosur të frekuentojë shkollën tuaj, zonjë? Të them të drejtën, ai tashmë po stërvitet me formacionet tona të rinjve. Oliver, ti i zoti të ka përcesh situatat e vështira dhe jep jetë lojës në skuadër. Do ta pëlqente të kishim edhe ty në skuadër, sepse jemi të sigurt se së bashku ti dhe Marku do të formoni një çift që do ta bënte të pathyeshme skuadrën tonë. Vendos ti, Oliver, bëhet fjalë për të ardhmen tënde. Nuk e pse të më japësh menjëherë një përgjigje. Rriqet, do të bëhem vete gjallë. E pabesueshme.
Mark Lenders ka vendosur të luaj për Toho. Urime, Oli. Është një ofertë mrekullueshme. Ajo zonja është pjesë e Tohos, një zbuluese talentesh, dhe ka ardhur këtu për ty. Ajo shkollë është më e mira, është një fat i madh që mund ta frekuentosh. Ti je me të vërtet më i miri, je kapiteni më i zotin nga të gjithë. Dhe ti, Oli, vërtet e meriton Tohon. Nuk është e vërtet, e meritoni dhe ju, miq. Zonja ka të drejtë. Rruga për të bërë futbollist profesionist është Toho. Stërvitje të një niveli të lartë në një ambient ideal. Është një ofertë fantastike. Unë do të pranoja. Çifti i pathyeshëm, Oli Harton dhe Mark Lenders. Po me ata të dy Toho do të mund të pas një vështirësi të gjitha skuadrat e të rinjve. Dhe nëse një timi do të duhet të ndeshej me Tohon, do bëheshim rival dhe do të na mundje. Dhe unë asgjë nuk dua ta mendoj se ata të Tohos do arrin të mundin një timin, si thua ti, Tom. Unë do filloj të Forca, nxjerr. duhet të stërvitemi, duhet të mundim Tohon, forca. Po, jam i sigurt. Ti si mendon? Ej, Tom, ka ndonjë gjë që nuk shkon? Duket sikur nuk e ke mendjen fare këtu. Dëgjoj, miku im. Duhet të them diçka. Sot për fat të keq është hera e fundit që do të mund të stërvitem bashkë me ju dhe nuk e di nëse do të mund të luaj më futboll. Çfarë? Do të iki për shkak të punës së babit tim. Jam i detyruar të transferohem dhe do të shkoj në Francë. Tom, miku im më vjen me të vërtet shumë keq. Sa keq. Unë shpresoja shumë që të rria me miqtë e mi përgjithmonë. Dëgjoj, është e vërtet se një nga zbuluesit e talenteve të Tohos ka ardhur këtu për të njohur personalisht Olin. Dhe kjo gjë të lumturon apo jo, është e drejtë. Në fund të fundit Oliver është një nxënës i yti dhe ka mësuar shumë nga ty. Ti vetë ke thënë se ai një ditë do të arrinte shumë larg. Dhe në fakt jam shumë i lumtur për të. Është një nder që një futbollist të kërkohet nga një shkollë e famshme futbolli. Ta dish që në Brazil të gjithë djemt që luajnë futboll shpresojnë që të bie në sy të zbuluesve të talenteve edhe të hyjnë në një skuadër të rëndësishme. Kjo është rruga më e mirë për të bërë një profesionist. Kuptoj. Atëherë në këtë rast do të lë Olin të vendos nëse do të shkojë në Toho ose jo. Dhe me qëra fjala për ikje. A ja ke thënë tashmë që ke vendosur të kthehesh në Brazil? Sa herë që e shoh, dua ta bëj këtë gjë, por nuk e di se si t'ja them, duke qenë se po ikën dhe Tomi. A ideal po ikën për në Francë. Ah, po, e vërtet. Atëherë, Benji, si e ke këmbën? Pak më mirë, faleminderit. Mirë, më bëhet qefi. Dëgjoj, Tom, edhe në Francë duhet të vazhdosh të luash ashtu siç di ti. Sepse për sa kohë ne të gjithë do të vazhdojmë të luajmë, do të kemi mundësi për t'u takuar sërish, në rregull? Sigurisht, në të gjithë botën djemt luajnë futboll. Doja të thoja se jam kënaqur jashtë mase duke luajtur me ty. Dhe kjo është nga të gjithë ne. Ju falenderoj me të vërtet. U preka shumë. Ju faleminderit shumë për mikpritjen e treguar ndaj djalit tim, Diema. Mirupafshim, do të shihem. Mirupafshim, Tom. Kujdesu për veten. Dhe ti vazhdo të bësh gola. Më premton? Të premtoj. Faleminderit miq. Faleminderit për gjithçka. Faleminderit nga zemra. Mirupafshim, mik. Mirupafshim, mik. Diema, e vutër edhe ju që Tomi nuk tha lam të mirë? Mbase, nuk duhet ta thoshte. Ha? Për shembull, unë nuk i thash ashtu sepse do ta shoh kur të transferohem në Gjermani, sigurisht pasi të jem diplomuar. Çfarë në Gjermani? Fredi, trajneri im, para ca kohësh ishte në Gavioto, një skuadër gjermane. Është mirë atje dhe më kërkojnë dhe mua që të shkoj atje për të luajtur me ta. Unë kam ndëruar gjithmonë të shkoj të luaj në Gjermani. Është shteti nga i cili dalin portierët më të mëdhenj në botë. Dua të bëhem profesionist në atë vend. Pra do të nisesh edhe ti, Benji, a? Po. Si do t'ja bëjmë ne pa ty?
Nuk do të shihemi më. Për sa kohë të gjithë ne do të vazhdojmë të luajmë futboll, do të kemi mundësinë të takohemi. Do të më marrë shumë malli, Benji. Roberto. Tomi iku. Edhe Benji do t'ik pasi t'jemi diplomuar. Po, e di këtë. Unë shpresoja se grupi ynë i miqve do të rinte përgjithmoni bashkuar. E di se do të të mungoj. Të them drejtën po. E di, lamtumirët janë zakonshme në profesionin tonë. Dhe si do qoftë çdo njëri prej nesh ka fatin e tij. Tomi duhet të ndjek familjen e tij, ndërsa Benji në Gjermani shpreson të arrijë majat në botën e futbollit. Oliver, nuk di si të ta them, por edhe unë kam vendosur të iki. Do doja shumë të rije këtu me ty, për të parë tek rritesh edhe bëhesh e kampion. Por ndjej se duhet të ndjek fatin tim. Në fund fundit, ishe ti ai që më dhe shpresa të reja. Ide edhe ëndra për t'i realizuar. Roberto, Ha? sipas teje edhe sa kohë do të kem unë mundësi që të stërvitem me ty? Oliver, unë duhet të të them ty... E ke vendosur nëse do ta pranosh ofertën që të bëri Toho? Jo, ende jo. Më fal, nuk di se çfarë të bësh. Jo, unë e di çfarë do të bëj, vetëm se nuk e kam vendosur ende. As unë. Ej, prit, le të shkojmë pak tek ajo fushë. Duhet të tregoj një gjuajtje të veçantë. Një gjuajtje të veçantë? Roberto, do të më thuar se më në fund do të më sosh një nga ato gjuajtjet e tua sekrete? Po, ashtu është. Jam i sigurt se nuk e ke parë akoma se si mund t'i japësh efekt të tillë topit. Atëherë, Oli, shiko edhe mëso. Gati. Me që nuk ka portier, do të përdorim këtë si pikë referimi. Tani ki kujdes. Ndonjëherë mund të duhet që topi të zbres me shpejtësi, po të flas për topin me efekt, djalë. Fantastike. Tani hapu pak. Zbriti me njerë. Wow, Roberto, çfarë gjuajtje! Të lumt, ishte e mrekullueshme. Tani ti e di se si gjuhet një top i tillë. Do të stërvitem shumë dhe do ta mësoj shpejt këtë gjuajtje. Oli, është e dhimbshme që do të lë. Nuk di si të them lam të mirë, por unë do t'ik. Kjo gjuajtje është dhurata ime e fundit për ty. Bëhu i Zotit. Po të lë këtë pusull dhe fletoren time të shënimeve. Disa faqe shpjegojnë gjithçka mbi topin me efekte. Jam i sigurt se do të mësosh ta gjuash mirë. Pa çfat, Oli. Merë. Lam të mirë, Roberto. Kujdesu për veten. Mirëmëngjes, mami. Këtë mëngjes u zgjove shpejt. Do ta kisha përgatitur mëngjesin, po të ma kishe kërkuar. Nuk ka gjë, duhet mësohem me këtë sepse duhet të shkoj në lice. Është zgjuar Roberto, mami? A?
çfarë është? Roberto u nis në mëngjes. Vendosi të kthehet në shtëpinë e tij në Brazil. Çfarë? Oliver, prit! Po ku po shkon? Kthehu këtu shpejt! Oliver, më vjen keq që po të lë në këto momente dhe në këtë mënyrë, por unë duhet të kthehem në Brazil. Dhe kisha frikë se nuk do të merja dot guximin të nisesha nëse do të shihja në sy ty. Të lutem, më fal. Sigurisht që do të stërvis, Oli. Roberto! 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 Shikoni sa i zoti. Shikoj sa bukur. Shikoni zoti, shikoni sa bukur me limon. Edhe kur isha fëmijë stërvitesha me një limon. E fush skuadra ka 11 lojtar, por ti duhet të bëhesh zotruesi i topit, mos e harro këtë gjëkur. Kuptova se ç'do të thuash. Topi duhet të jetë miku im. Po, topin duhet ta kesh si mikun tënd. Po përse nuk donte që as ta përshëndesja? Roberto! Roberto! Oli, duhet ta kuptosh se Roberto erdhi në Japoni vetëm për të kuruar shikimin. I duri të hiqte dorë nga futbolli për shkak të problemit me syt. Ishte një traumë për të. Megjithatë, më tha se fakti që të njohu ty e bëri shumë të lumtur. Dhe teksa të shihte ty të luaj futboll, gjeti kurajën për të shpresuar për të ardhmen. Oli, po të lë fletorën e shënimeve të mia, në të cilën do të gjesh jo vetëm udhëzime teknike, por dhe shumë eksperiencë të jetës sime. Jam përpjekur të të shpjegoj se sa vështirësi mund të hasë një futbollist profesionist gjatë karrierës tij, dhe në ç'mënyrë mënyrë unë jam përpjekur t'i kaloj ato. Shpresoj që eksperienca ime të mund të të ndihmojë ty për të përballuar të gjithë vështirësitë që do të hasësh. Të dua shumë, Oli. Edhe shpresoj vërtet të takoj përsëri një ditë.
Roberto, do ta mësoj gjuajtjen tënde. Do t'ja dal! Do t'ja dal! Hidhe! Pasoje! Jemi në të majtë! Tej! Këtu! Ç'kemi, Roberto? Si je? Shpresoj që mirë. Para së gjithas dua të them se nuk arrita gjuaj dot topin pikërisht aty ku dua, por jam i sigurt se së shpejti do ta mësoj ta bëj. Po, kështu! Anderson, duhet ta pasosh topin mbrapa. Pasoje mbrapa dhe pastaj vrapo. Marcos, ti duhet ta arrish topin në kohë. Hajde tani, provojeni përsëri. Pasoje këtu! Mes të tjerave dua të them se nuk do të shkoj tek Toho. Kam vendosur të qëndroj me një timin. Do të rri pranë shokëve të mi. Të kam dërguar dhe një foto. Kështu që ai qëndroi te një tim. Vetëm ai mund ta bëj kështu. Oli, një ditë ti dhe ndonjëri prej djemve të mi do të luani në të njëjtin skuadër, ose në të njëjtin kampionat. Edhe atëherë, do të shihemi përsëri. Tutti in area di rigore per segnare.
keq që po të lë në këto momente dhe në këtë mënyrë, por unë duhet të kthehem në Brazil. Isha frikë se nuk do të merja dot guximin të nisesha nëse do të shihja në sy ty. Të lutem, më fal. Po sigurisht Oli, do të stërvis. Ej, Roberto! Duhet ta kuptosh se Roberto erdhi në Japoni vetëm për të kuruar shikimin. I duhej të hiqte dorë nga futbolli për shkak të problemit me syt. Ishte një traumë për të. Megjithatë, teksa të shihte ty të luajë futboll, gjeti kurajën për të shpresuar për të ardhmen. Po të lë fletore në shënimeve të mia, por dhe shumë eksperiencë të jetës sime. Jam përpjekur të të shpjegoj se sa vështirësi mund të has një futbollist profesionist gjatë karrierës tij, dhe në që mënyrë unë jam përpjekur t'i kaloj ato. Shpresoj që eksperienca imet mund të të ndihmoj ty për të përballuar të gjithë vështirësitë që do të hasësh. Të dua shumë, Oli, edhe shpresoj vërtet të takoj përsëri një ditë. Roberto. Jam djem të zot. Pasime shkurt dhe shpejt. Oli duhet përqendrohet shumë. Merr iniciativën në 5 minutat e para. Kam një kujtim të paharrueshëm nga dita kur mora vesh se Roberto u nis për në Brazil. I dëshpëruar shkova tek fusha ku unë dhe ai jemi takuar për herë të parë. Shkojmë! Nuk i mbaja dot lotët. Mendoja për të gjithë ditët që kisha kaluar me ta. Roberto! Mirë, kështu që ti luaje futboll edhe në shkollën ku ke qenë më parë, apo jo? Po, Ndeshja e sotme është shumë e rëndësishme, prandaj më vjen shumë keq, por nuk kam kohë të merrem me një të sapo ardhur. një ndeshje e rëndësishme. Fati i një timit varet nga rezultati i ndeshjes që do të kemi nesër kundër St. Francis-it. Kështu që duhet të fitojmë patjetër, të përpiqemi në maksimum. Duhet ta pranoj se të shkon shumë uniforma jon, Oliver. Bruce, çfarë roli do të ketë Oli? Atëherë, nëse do të ecim sipas skemës numër 3, ti do të jesh në rolin, le të shohim. Do të luash në mes fush dhe do të ndihmosh edhe në mbrojtje. Në rregull. Forca djema, do të jetë lehtë mundim. Atë ditë e mundëm St. Francis-i. Skuadrën në të cilën luante një portier shumë i zoti, Benji Price. Ishte një ndeshje e paharrueshme. E doni, kapeni. Kjo është e imja. E marrë mira. Tani mja bëm shaka djema, duhet të shënojmë patjetër një gol. Harroje. Mosa keq. Kape këtë! Po kush që nga kështua i shkurta biqi? Kape këtë! Ura, Shënova! Mos u gëzoni kot. Ata të një timit janë kocke fort. Jema forca në sulm tani! Bruce ishte inatçi dhe nuk dërzoi kur. Oliver, të luaj më afër pozicionit jashtë loje, je gati për ta bërë! Erdha! Është i ti! Ta marrë e mira, nuk duhet të gjuaj. Kujdes! Po çfarë duhet të bëj? Prite këta! Me shumë kënaqësi! Gol! Gol! Je i madh, Oliver! Gol! Shënua! Kishim kaluar portën e Benji Price. E, djalosh, si të quajnë ty? Oliver, e quhem Oliver Harton. Urimet e mia. Je vërtet shumë i zoti. Por mos të gënjej mendja. Nëse do të ketë edhe një herë tjetër, nuk do të lë të shënosh. Nëse do të ketë, unë do ta provoj.
dhe jam I sigurt se do shënoj përsëri. Pastaj erdhi Roberto dhe fal ti unë fillova të kem një të ardhme si futbollist profesionist. Mbetëm me gojë hapur nga saktësia dhe fuqia e asaj gjuajtje. Mua më quajnë Roberto Cedinho. Gëzohem. Kënaqësia është e gjitha jona. Çfarë? Ju jeni vërtet Roberto Cedinho? Çfarë ke, ndihesh keq, Artur? Brazili. Nuk e besoj dot, Roberto Cedinho. Por atëherë ju jeni mesfushori I skuadrës Brancos, golshënuesi më I mirë I kampionatit brazilian për 2 vjet rresht, edhe me titullin ndërkombëtar. Në fakt... Po kjo është fantastike, ju jeni një profesionist I vërtet dhe jeni mu përballë nesh tani. Roberto, cili është sekreti për të bërë një futbollist I Zoti dhe të gjuash siç gjuani ju? Nuk ka asnjë sekret, por nëse doni të bëheni futbollist të Zotit, ka diçka që duhet kujtoni gjithmonë në kokën tuaj. Topi duhet të bëhet si një pjesë e juaja, po duhet jetë miku juaj më I mirë. Ishte një gjuajtje e paharrueshme, dhe ajo më dha zemër. Doja ta imitoja. Do t'ja dal. Roberto më mësoi shumë truke. Dhe për t'i vënë në praktiku mundova vërtet shumë. Fal ndihmës së tij, Njutimi arriti të shkojë deri në finalen e kampionatit të rinjve. Do të fitojmë! Do të fitojmë! Do të fitojmë! Kjo është finalja. U rekomandoj skuadrave të përballen me realitetit. Njutimi ka zgjedhur fushën. St. Francis do të ketë topin e fillimit. Përshëndetje. Do të luajmë me ndershmëri. Për herë të dytë gjendesha përballë Benji Price-it. Ja ku jemi. Për ne të dysh kur ta biq. Shumë mirë, Bruce. Tani le të bëjmë një kundërshunj. Nuk po arrim të shënojmë dot. Si është e mundur që Oliver Harton dhe pse I vetëm mund të vërë në kriz të gjithë skuadrën tonë? Duhet t'u jap besim djemve. Jam Benji Price, mjera I që më nëndërson. Ne mund t'ja dalim, e ndi se mund të bashkëpunojmë, ne mundemi. A je gati, Oliver? Jam gati, Bruce. Jepi! Por pikërisht atëherë kur po bënim një lojë të mirë, Bruce-it I ndodhi një fatkeqësi. Edhe pak edhe mund të harri. Mos shpreso të kalosh këti. Vrove? Mos u shqetësoni, gjithçka është në rregull. Nuk pësova gjë. Ja, shikoni këto? Marte mira, edhe kjo na duhej sidomos sot. Përse u vrava pikërisht tani? Do të kisha arritur në kohë në pasimin e Olit. Ishte një gol I sigurt që do t'i jepte kuraja skuadrës, do t'i kishim mundur këta. Oli nuk mund të fitojë I vetëm, të tjerët nuk arrin dot t'i shfrytëzojnë pasimet e tij. E Marte mira, dua që ta mundin St. Francisin. Si e, Bruce? Çfarë? Kemi gjithë të kopa o parë djema. Do të më pëlqente të luaja ende me ju. Më lini të futëm në skuadrën tuaj. Po ai është Tomi. Ç'kemi? Do të luaj edhe unë me ju. Në rregull, forca djema. Tomi është me ne. Do fitojmë, ura! Samir, Tomi u kthye. Samir, Tomi do të luajë përsëri me ne. Jemi me të vërtet të lumtur që u ktheve Tom Baker. Tom Baker? Ç'kemi? Ti e Oliveri? Gëzojmë që të njoh. Kënaqësia është e imja. Kape! Dakord.
Tom Baker, kam një përshtypje se kuptojmë me njëri tjetrin sikur të kishim vite që njihen. Atëherë, ai e gati? Ha? Po, jam gati. Një pasim i shkëlqyer. Çfarë ritmi? Jepini djema, nuk duhet të afrojnë kur. Tom Baker më bëri të kuptoj se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi në futboll. Kujdes tjetrin! Kuptoheshim mjaft mirë me njëri tjetrin. Tani, po gjuhën. Kujdes! Blokojeni! Ja dedikoj skuadrës time. Jemi të fortë! Futbolli është një lojë skuadre, të mëson të njohësh vetveten dhe të tjerët. Oli! Gjuhët e shkëlqyer, je i madh djalosh. Shënova fal një gjuajtje të veçantë dhe ishte Roberto që ma mësoi përpara se të kthehej në Brazil. Tani shiko me kujdes. Ndonjëherë do të duhet një gjuajtje që zbret me shpejtësi, po të flas për topin me efekt. Fantastike! Wow, Roberto, çfarë gjuajtje! Ishte e vështirë të gjuaje topin si që gjuante Roberto, por kur Mark Lendersi u bëi gjallë, situata ndryshoi. Me mjeshtrinë e tij Marku më mësoi diçka thelbësore. Nëse do që të fitosh një ndeshje, duhet të kesh besim deri në fund. Nuk duhet të quaj, brite! Me kanajsti! Më kujtohet mirë se çfarë ndodhi atëherë. Në pjesën e parë të kampionatit kombëtar të rinjve, u përballëm me skuadrën e komanduar nga Mark Lenders. Nuk mund të humbisnim. Ishte shumë e rëndësishme. Ja kishim premtuar dhe Benji, i cili atë ndeshje nuk luante dot. Forca, shkojmë! Nuk do të na mundni dot. Është një takim shumë i fortë, topi ngrihet në ajër. Do të fitojmë ne. Dhe bën gol. Gjuajtja e fuqishme e Mark Lendersi dhe fluturon portierin në ajër dhe pastaj përfundon topi në rrjet. Ka diçka që ti duhet ta mbash mend mirë, Oliver. Loja ime as nuk krahasohet me lojën që bën ti. Hiq musysh, për ndryshe do të kesh telashe. Jo, nuk të lë të kalosh. Lendersi sulmon krye lart, ndërsa Harton i tregon rezistencë të fortë. Duhet ja dalësh, Oli! Rezisto, mik! Mos hiq dorë! Forca, Mark, këm gull! Ti nuk ke për të kaluar! Do të fitoj unë! Forca, Mark! I gjej një hapësirë dhe gjuaj. Oliver Harton është shjet dhe përfundon në top. Po ç'të duket veti aty? Ta marrë mira, ishte një truk më gënjeve. Deni përfiton, gjuan dhe shënon. Rezultati final është 3-2 për Mappetin. Dhe kështu e humbëm atë ndeshje. Pa Benji Price i një tim as që mund të krahasohet me Mappetin. Përkundrazi, vlen poshtë zerës. Të mos ju gënjej mendja, do ta fitojmë në kampionatin kombëtar këtë vit. Që atëherë më kanë sfiduar shumë të tjerë. Giuliani. Nëse zemra ime është e brirë si një kristal dhe nuk do të rezistoj dot, unë do të vdes i lumtur. Julian Rossi zotron topin dhe ka filluar sulmin. Eviton sulmin e Morisit dhe ecën përpara. Këtu! Shpejt këtu, më ngrin ajër! Has pengesa me bruzarderi. Miku im, ti këtej nuk kalon dot.
Ju betova vete se do të luaja gjatë gjithë ndeshjes. Julian Rossi është për tokë dhe nuk po jep asnjë reagim tjetër. Vogëlushim. Rije qete dashur, më mirë të mos ndërhyjmë. Të lutem, mos më lër vetëm. Forca ngrihu! Ju kam premtuar shokëve të mi të skuadrës se do të qëndroje në furrë gjatë gjithë ndeshjes dhe kështu do të jetë. Por Julian, ti e keq. Ju lutem të më falni të gjithë, më vjen keq që ua kam mbajtur të fshet gjithë këtë. Por kam pasur frikë t'u them se zemra ime është e smurë. Çfarë? Ja, pse unë nuk kam mundur të luaj në asnjë nga ndeshjet e fundit më shumë se një pjesë. Por kjo nuk është një ndeshje si gjithë të tjerat. Ju nuk mund ta mundni skuadrën e Olit pa mua. Por ti nuk mundesh. Mjaft me kaq, sigurisht që unë mundem. Asgjë nuk do të më bëjë të ndryshoj mendim. Kam vendosur se do të vazhdoj të luaj edhe sikur kjo të jetë ndeshja ime e fundit. Unë nuk kam për ta braktisur fushën e lojës. Dhe ti, Oliver, bëj kujdes. Ti dhe unë kemi esape për të larë. Në rregull, Julian, jam dakord. E pranoj sfidën. Shpresoj që ta dish se sa mund të durosh dhe se sa mund të rezistoj zemra jote e smur. Nuk duhet të çoj dëm asnjë sekond nga kjo ndeshje. Do të jap maksimumin tim deri në fund dhe do të jap fitoren skuadrës time. Jam gati. Ishte një gjest fisnik ajo që bëri Julian. Një gjest që meriton respekt. Prite këtë po munde. Ha! Kjo është një ndeshje plot emocion. Nuk mund të bëj gol, nuk mundet. Dhe në fund ja ku po vi Mark Landers. Në rregull, po të pres. Kape këtë! Oliver rrëzohet nga gjuajtja e fuqishme e Mark Landersit. Çfarë? Por ai arrin të bëjë një gjuajtje me taka para se të bjerë. Ky është rasti ynë. Ndërhy, Deni! Pritje mrekullueshme e Eddie Warnerit. Mos ju ngani! Merre Benji, pritë këtë! Sa keq. Duhet t'ja dalësh, Oli, nuk kemi kohë. Jepi! Duhet të hysh. Nuk na mundi dot. Bëm të pamundur dhe ndeshja përfundoi me kohë shtesë në një diell përvolues. Dalojeni! Pusho, do të fitojmë ne, Mark. Pastaj si përfundim, Oliver Harton apo Tom Bakerin. Kush do të tentoj të gjuaj? Tani bëu gati, Tom. Do të gjuaj Oli. Edi, kujdes nga Tomi! Nuk do të shënosh! i bëra një premtim Benji Price-it dhe unë i mbaj gjithmonë me çdo kusht premtimet që bëj. Kemi luajtur ditë pas dite kundër të gjithë kundërshtarëve tanë. Fituam admirim dhe respekt. Në fund, rivaliteti u shndrua në një miqësi të sinqertë, një ndjenjë që do të zjas përgjithmonë. Me Benji Price-in, Tom Bakerin, Julian Rossin, Mark Landers dhe shumë të tjerë. Fituam! Jemi kampionët djema! Një timi fitoi! Fituam ne! Jemi më të fortët të gjuat! Kjo e sotmja është ndeshja ime e fundit në Brazil. Vazhdo kështu! Nuk e di dhe sa kohë do të kaloj përpara se të shoh përsëri Roberton dhe Pepe. Por ashtu siç thot dhe Roberto, për sa kohë do të luaj futboll, nuk do të ketë kurrë një lamtumir të vërtet mes nesh.
Po largohem nga Brazili për të fituar eksperienca të tjera dhe miq të rinj. Kam gjithmonë nevojë për stimuj të rinj. Kape! Të bëj gola është jeta ime. E shoh! Për mua është si ajri që fik. Ha! Only a Benji.